World Cup në RTK Radio. Të nderuar dëgjues, dashamirë të sportit, ju përshëndesim drejt për drejt nga studio RTK Radios. Në të njëjtën kohë jemi duke shkuar drejt për drejt po ashtu edhe në rrjetin tonë social Facebook me një emision tjetër të ri, kuptohet kushtuar kampionatit botror të futbollit që po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada e Meksik. Tani më dihen veç dy skuadrat e para që do të ballafaqohen në mes veti në fazën e çerekfinales të kësaj ngjarje të madhe të futbollit që në të vërtetë është duke mbajtur për herë të parë me 48 kombëtare, por që po del të jetë jashtëzakonisht garë interesante. Është Maroku që ka eliminuar Kanadan, ashtu siç edhe Franca që mposhti mbrëm Paraguajin, kështu që në ndeshjen e parë çerekfinale pikërisht do të kemi një ballafaqim ndërmjet Francës dhe Marokut. Sonte ndërkaq do të ndeshen prej orës 22 Brazili dhe Norvegjia, po ashtu një duel që mbase mund të jetë i paqartë me brazilianët që mund ta kenë rolin e favoritit. Janë një kombëtarë që kanë fituar më së shumti kupa të botës 5 gjithsejt, andaj do të provojnë faktikisht këtë ta shfrytëzojnë, por edhe disa momente të mira të cilat i kanë pas gjatë fazës së grupeve e më pastaj edhe në fazën e eliminimit direkt. Për këtë, natyrisht, më gjithsesi do të flasim me të ftuarin tonë, bëhet fjalë për kolegun Mentor Mripa, në të njëjtën kohë këngëtarin e njohur i cili na ka nderuar me prezencën e tij, nga se Mentori është po ashtu një tifoz, po themi, ose një përcjellës i vazhdueshëm i ngjarjeve të mëdha, por jo vetëm, sidomos në sportin e futbollit. Mentor, faleminderit shumë për prezencën. Përshëndetje, fatos përshëndetje krejt ekipit, faleminderit shumë për ftesën. Bile, qaq tifoz, qaq jam dashamir, sa që pa thoni shok shtu pak në shaka, para, në misionin tim, pa protokolle këto, shumë bre po folë për sport, po neve s'na intereson, po thash, ka plot njerëz që na interesojnë, bile unë si autori misionit. Mu bre më intereson edhe keni me ngua. Po, faleminderit shumë. Unë jam Fatos Preniqi, jam faktikisht i shoqëruar krahas me mentorin që kësaj radhe është në cilësinë e mysafirit e do të bisedojmë për rrjedhën e kampionatit botror. Kemi në pjesën tjetër të studios Beram Rukiqin, kolegun Blerim Biçmeti, organizatorin Remzi Mustafa, por kemi edhe kolegët nga redaksia e sportit, Edmond Thaçi, si edhe producenti Faruk Bajrami, që gjithmonë janë me neve. Përndryshe, pa humbur kohë, vetëm t'ju themi që gjatë këtij emisioni, para se të nisim bisedën me mentorin dhe të flasim pak për këto ndeshjet e para të 1/8 së finales, që kujtojmë që do të realizojmë edhe një intervistë drejt për drejt në RTK Radio nëpërmjet frekuencave 95.7 dhe 91.9, edhe me ish përzgjedhësin e përfaqësuesit të Kosovës në futboll, Albert Bunjakun, i cili jeton dhe vepron në Suedi. Mentor, jam i bindur që Marokun e ke përcjell me shumë dëshirë ndaj Kanadas. Po shumë, bile po ndërprej do neja ndoshta ndonjëherë, kur fillon ne i lojë 11, që shto se njihem për shembull ti përmende këngët e krejt, unë të gjitha këngët e albumit 4 i kam incizuar mas mesnate. Besomni. Tash për futboll ndërprej edhe neja, më thon kthejna ona ose do të më kthy dikush ose kthejna vetë, kam atë problem. Po e përcjelli. Edhe Marokon me Kanadan, që me merit fitoi Maroko, shumë gjithsesi, edhe Francën me Paraguajin, që nuk është që më pëlqej çaq ajo lojë, domethënë. E këtu te loja Maroko me Kanadan më dhim të shumë, më erdhi keq për Ismail Asarin që u lëndua keq. Dhe më duket që kampionati për të ka marrë fund. Në lojtarin kyç të Marokos, po Hakimi e këta shkëlqyn, apo jo. Absolutisht, po kemi parë një përfaqësues të Marokut që realisht edhe në botrorin e kaluar në Katar ka bërë më të mirën e mundshme, nga se pak kush e kishte pritur që shkonte deri në gjysmëfinale. Kështu që 6 FIF, domethënë ti e din, po do ta dinë dëgjuesit që se dinë edhe shikuesit kush po na qyre. Dëgjon e krejt që është 6 në ranglistën botërore të futbollit e radhitur ekipi i Marokut. Domethënë është ekip shumë i mirë, shumë i fortë, nuk është naivisht këtu ku është. Para se të flasim për ndeshjen e sotme që do të jetë jashtëzakonisht interesante për orës 22, po shfrytëzoj rastin të uroj për albumin e ri të cilin tashmë veç e publikuar. Shumë faleminderit. Dhe unë personalisht, jo pse të kam koleg,
por kam parë një frymë të re të mentor Mripës, disa këngë ritmike, edhe të cilat më kanë pëlqyer, sinqerisht. Është vërtet, faleminderit shumë. Kjo është pasi që është sport, e sporti gjithmonë shoqërohet me muzikë. Domethënë, po është albumi që quhet Album, domethënë album. Bele i merr vesh. Edhe dje lansova këngën e tretë këtij albumi me titullin Ti, që është edhe me klip edhe me kredë. Je i pari në Radio Kosovë që ma oran kështu zyrtarisht edhe më bën pyetje, bisedoj për këtë punë. Domethënë edhe shpresoj t'ju pëlqej dëgjuesve. Po kjo ka më shumë melodi ritmike, po dy i kam balada, njërën prej të cilëve do ta lansoj më vonë. Po. Me kismet. Po, patjetër po. Faleminderit shumë si do të qoftë. Sot ka marrë kohë e gjitha? Atë qysh kemi punu në proces me Koranin, Krasniqin edhe me shok tjerë. Kemi fillu për një, po vazhdoj hajt një dhe u bën 8 këngë. Bile kam edhe një jashtë albumit që do të, nëse jemi shëndosh e mirë, do të nxjerr pas albumit pak më vonë. Domethënë 7-8 muaj valla, 6-7 muaj gjithsesi. Nevojë kohë 8 këngë nuk është pak. Jo, nuk është pak valla, nuk është pak edhe për kush merr vesh, nuk është pak. Dhe janë krejt të reja, nuk ka domethënë ne i përpunim të ne këngës tjetër, po këngë kritikisht kompozuara me tekste, me kështu, për shembull këtë tekst dje kam shkruan. Domethënë kënga që doli dje kam shkruan, muzikën, orkestrimin e Koran Krasniqi e tjera. Mos ti lodhim tash ndash dëgjuesit, po faleminderit shumë që më dha hapësirë të prezantoj pak dhe ata që dojnë mund me bo subscribe kanalin tim. Që rebel, mentor Mripa on air. Mos harro. Është ashtu. Tash po vazhdojmë, sonte do ta kemi një duel, po themi interesant. Kur e them kështu, gjithmonë i referohem asaj se çfarë kanë treguar deri më tani prej orës 22 Brazili përballë Norvegjisë. Një Brazil që po udhëhiqet nga strategu italian Carlo Ancelotti, Don Carlo. Po, në fazën sulmuese kemi Vinicius Juniorin, që ka vazhduar formën e mirë edhe kemi në rezervë Neymarin. Po, Neymarin rezervë. Lunë 15 minuta më shumë s'mon. Ndërsa në anën tjetër tek Norvegjia, sulmi është i udhëhequr nga Erling Haaland. Ja, Norvegjës po dëshim të thon fatos, edhe unë thash, ta që po jetojnë në Norvegji më thanë me korrigju se Holland tha po çujke. Atja përdeshin, po me shqiptu Holland. Po. Ashtu. Domethënë, grashënues i jashtëzakonshëm, këni farë bishe futbollistike, domethënë. Edhe vallai është ndeshje interesante. Mendoj që fiton Brazili, po vallai nuk i dihet. Nuk e di çfarë më thon. Domethënë nuk është ai Brazili e Ronaldo fenomenit, e Carlosit, e Kakas, e tjerëve domethënë që kanë luajtur atëherë. Nuk është ai. Sot po Don Carlo, do thot Carlo Ancelotti ka një nuhatje, një intuitë jashtëzakonshme, din kur mi bën ndrime, din çka don, domethënë është një trajner që i ka fituar të gjitha. Me 5 klubet të Evropës ka fitu tituj të kampionëve, domethënë, dhe është kandidat pse e kanë marrë selektor. Po, mirë, po Norvegjia nuk është naive. Është ekip i mirë, është reprezentacion i mirë. Po pajtohem. Pak fjalë për këtë ballafashimin e parë të çrek finales që u vendos pas 2 ndeshjeve të njëjtës së finales dje. Maroku-Franca, mendoj se Maroku do të mund të ketë potencialin ta ndalë një Francë që ka Nëse lun Franca si prom, Maroku fiton. Si mram nëse lun. Po zbesoj se Franca sipas meje ka ekipin më të mirë këtu në kampionat, nga ajo që kam arritur të përcjell nëpër media të ndryshme, jo vetëm te ne. I ka 22-3 lojtarë të përgatitur absolutisht për me luajtur mirë futboll, domethënë. Po. Dhe megjithatë Franca sipas meje fiton, po them që Maroku nuk do të dorëzohet lehtë, sipas meje. Domethënë. Po. Dhe për dëgjuesit tanë kisha pas qef me tregu vetëm një gjë, ata që se din. Nëse më thot ky fatos jam tifoz, më do të them që ndeshjet e para në kampionate botërore, unë si 9 vjeçar, atë sa kam kuptuar, i kam përcjell sepse Zembrovina ishte atëherë në Spanjë në kampionatin botëror të futbollit në vitin 1982, pa lindur Fatosi, fare. Po. Domethënë Belis Dia ka qenë. Domethënë atëherë Zembrovina ka qenë stadium dhe unë e kam përcjell atë sa kam mundur, domethënë i transmetonte ndeshjet e Jugosllavisë, domethënë por për Radio Prishtinën nga Spanja. Le dihet kjo. Ai ka transmetuar edhe më herët, po këto i mbaj mend unë. Po.
Kështu që të kemi tifoz ose po. përcjellës të këtyre Po, qatë ngjarjeve dush të tu, mëdha. s'ka gaj. Gjithsesi, menton nesër prej orës 2 pas mesnate do të kemi një ndeshje ku përgarëndësia për juve do të jetë shumë e veçantë, Po, tjetër. pasi është Meksika njëra prej 3 shteteve organizatore që do të ballafaqohet Një me shtet organizator shkoj mram. Pa. Meksika, Anglia, tha. Je pak tifoz kështu me anglezët. Qëre, jam bre, po ai ekip që kam dasht të bëj diçka, si vjet është të ndru gjeneratën, është fjale për Kroacin, edhe humbi kundër Portugalisë. Pa. Tash, disa ankoshin për hile, disa ashtu, po offside pat plot, edhe me zër, me qef, me kështu fitoj Portugalia, po Kroacia është në ndrim të gjeneratës, Modrici e ke pa mas lojës që shkojnë teren aty edhe u përshëndet me terenin, me futbolin, se Modrici mbush 41 vjet, 41 dhe tash nuk mundet ma me lyt me 45, dhe më thënë, por me sfëshori me i zotit. Dhe më thënë Meksiko, Anglia, tash ja përparësi me gjithate Anglisë, edhe pëse Meksika nuk është e keqë. Me gjithate, nuk është që kam bërë në një avansim me Tuchel që është në të më thënë tash selektori Anglisë. Janë këta, po Anglia dyqysh nuk po ka fat kurs po mërin. Më thënë, par vjet ishte hupin penala me Italin në finalet Evropianit. Ashtu, po nuk mujtit, më thënë. Edhe ata e në të etur për titull. Meksika në vend, vetë tash të këqyrë. Me gjithate, unë mendoj se Anglia do të shkoj tutje. Po pajtohesh me konstatimin që do të them unë tani më prej orës 21, po nesër mbrëma njëra prej sfidave më interesante të kësaj faze, pra të një të tetës së finales Portugali-Spanjë. Po tjetër, po Spanja ka, si pas me ekip më të mirë, dhe Portugalia nuk e ka të keq, po mendoj se nesër do tjetë përfundimi Portugalisë në kampionat botëror. Pos nëse shkojnë në penalti, aty bel nuk i dihet. Ja, aty nuk i dihet. Në penalti mund me të mujtë, më bëj shaka, ka njerë edhe trep që jam, dhe më thënë, ose 89, ose kjo tjetra, në penala mund me të mujtë se si dihet. Është lotari. Po, nëse përfundon ndeshja, ose në kohë të regullt, ose në vazhdime, pa penalti, definitivisht për mu fiton Spanja, ose shkon Spanja. Dhe qifti po bjen me qenë, për shambull, si pas meje Spanja-Angli, i qerek finalet. Jo, fituesin ndeshjes Portugali-Spanjë do të ballafaqohet me fituesin nga sfida SHBA-Belgjik. Përshë, këmë llogarit keq, do më thënë SHBA-Belgjik. Kjo zhvillohet pas nesër, apo? Anglia do të mund të ketë, nëse eliminon Meksikën, do të ketë punë me Brazilin, po që se më poshtë. Ose Norvegjik. Në këtë lojnë sonë të gjelun. Do të kemi ndeshje interesante edhe në fazën e ardhshme. Pa tjetër, për ata që se din, Radio Kosova do të transmetoj finalen e kampionatit botëror, besoj se i keni njoftuar shikusit, dhe Radio Kosova po bën përpjekje çdo ditë për cjell gjithçka që po ndodh, qoftë me kolegë të redaksi sporti që i përshëndes shumë dhe i dua shumë, edhe ne tjerë përzihemi ka pak. Edhe flasim për futboll, sepse është një prej ngjarjeve më të rëndësishme dhe më mirë për këto se me bisedu për sheshin që shpo punohet, ose për shtajtimin e biletave të autobusave lokale, ose ku e diun tjera gjëra që na preokupojnë. Mentor, kusht ka bind edhe kusht si pas mentor Mripës do të mund shkoj deri në fazën finale, duke e ditur se tashme jemi në 1/8 e finales, por gjithmonë ato kombëtarët pretendente veç kanë vazhduar tutje, duke përfshirë Francën, pastaj Brazilin, për të mos harruar Spanjën, deri ku e kemi Argentinën që me gjitha të pati... Që me zemujt i kepin e Gjelbërt, që ishte sa Prishtina. Absolutisht, me 500.000 banor, të bëjnë senzacion në një kampionat botëror, të mos e lejojnë në fazën e grupeve Spanjën që të amposhtë, të barazojnë pra ndaj Spanjollove, por pashtu edhe kundër Uruguajanove, kurse në vazhdime shkojnë ndeshja ndërmjet Argentinës në 1/16 e finales me kepin e Gjelbërt. Me Messin. A mund të kemi ndonjë parashikim sipas mentor Mripës, kush do të mund të shkojë deri në fazën finale, kush ka bindur? Në penalti thash, nga penaltit shkoj u eliminu Gjermania dhe me një herë ndrun Nagelsmannin, në najfar sindromi
me pas fitu e këshim bua hero, tash masi u eliminu, e ndru. Pa thënë, nuk qenë ka veç në Ballkan kjo punë. Franca më ka bindë mas shumë te, realisht pos mbrëmshit, që diçka je pe vetë, nuk kene i farloj me Paraguajnë, e Paraguaj eliminoj këta, Gjermanin në penalti. Gjermanin që filloj fureshë me Kurusavën e me ato, dhe thamë që do të shkoj tutje, po jo. Po flitet që Klopp do të bëhet selektori i Gjermanisë, një njeri shumë human dhe trener shumë i mirë që para 2 vjetë e la Liverpoolin, sepse tha mbaruan energjit, e tash tha i kam mbush baterit dhe jam i gatshëm, sepse ai po punon të atjes janë analist tash në Amerikë, besoj se keni dëgjuar. Franca mendoj, dhe se di, nëse ndodh finale evropiane, Francë-Spanjë, që pas meje, nëse i bjen, a mundet mira, po. Tash, nëse në njëna për këtyne, Argentina, ose se s'kisha pritur që Messi, pra pikëthejet ka kështu golave, i bën gjitha ato gola 20, i ka bën kampionat, tash i ka kalu krejt. Messi që i mushi 39 vjetë para disa ditësh. Dhe pse Brazili nuk mendoj që mund të arritë, aty po si dihet. Dhe më thënë, nëse ndodh me ndonjë ekip kështu, me një reprezentacion tjetër, Francë-Argentinë, nëse është evropiane, Francë-Spanjë. Kështu që të këqyrim, po kampionat interesant, 48 reprezentacione, si që thati, shumë i bukur, dhe të shohem. Tani më është koha të flasim edhe për të ndeshje që do të zhvillohen me 7 korrik. Mirë. Kemi në orën 2 pas mesnate Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Belgjika. Pa, Amerika e mundi me loj matë mirë shumë Bosnën, mirë është shumë Amerika këtë vetë, nëjse humbi me Turqin, pa aty lujti me gati me ata lojtarë që s'kan lujt fare. E kishte të sigurt? Po, kishte të sigurt edhe Turqia e fitoj një ndeshje, si me thonë, edhe nuk më pëlqeja i reagimi, do të me ndru Montella në këta, Montella para 2 vjetë i qenë kampionat evropian. Po, ishte i njëjtë. Ta si vjetë s'mundi, është faj ma shumë i futbolistëve. Adin, që nuk e morën seriozisht punën si Çalhanoğlu e këta që në mes të përgatitjeve shkojnë në pushime me të dashurat e tyre, më thash. Do thot Amerika, Belgjika me nëzë mundi, Senegalin po e mundi, sepse ju hargju energjia, bateria, ju hargju bateri low vel Senegalit, edhe pastaj prej 2-0 u bën 3-2, do t'jetë një ndeshje interesante, për ndoshta tereni vendas do t'i ndihmoj pak Amerikës. Për ndryshe Belgjika është e mirë, apo jo? Po, megjithatë unë them që Amerika do të shkoj. Me 7 korrik prej orës 18, pra me 7 të këtij muaji, Argentina do të ketë punë, jam i bindur, relativisht të vështirë ndaj Egjiptit. Aty Argentinën e dim, kampion në fuqi. Kampion në fuqi, me Mesin në kuti, qatë dush tuj. Dhe më thënë, ekipi mirë, me tradit, Egjipti është befasi e këndshme, po nuk është shumë befasi me Salahin dhe Marmushin, për shembull, që një përmenda këta 2. Nuk do ta ketë letë Argentina fare. Nuk do ta ketë, po ndoshta një përparësi e vogël do të jetë për Argentinën. Egjipti një kombëtare që realisht ka pas vështërsi, por që në mesin e saj ka kualitet brenda, përmende sidomos fazën sulmuese. Lojtar klasi përmenda. Të cilët e bëjnë diferencen. Edhe kur kemi parasysh faktin që Argentina hasin në vështërsi të mëdha ndaj ekipit të Gjelbërt, duke luajtur 120 minuta, ndërsa më pastaj në poshtë. Fillojnë penalla si çdit fatos. Po, me pasmet penalla edhe ata si çdit. Penalla gjithmonë është 50 me 50. Po pra. Aty edhe mua Belin me nalon me lujt si dihet. Aty nuk llogaritet shumë kualiteti sa luan rol fati. Po në moment është ajo, ta mbron lojtari, edhe pse është shumë më shumë lojtarit se e portierit, domethënë gjasat janë më të mira, po ka çfarë s'ka, vëdet. Ishte ai portieri i ekipit Gjelbert Vozinja që bëri buj në këtë gjë. Sa luaj mbrojtje ai, plot, sa topa. Po. Domethënë edhe kjo është, domethënë. Edhe në ndeshjen me Argentina si të ka qenë një prej më meritoreve faktikisht që nuk kam mësuar më shumë. Unë për vetë si nisha ata lojtarë, ju na shtat sportit i njeni, po. Disa prej tyre. Ata të kepit Gjelbert nuk i nishim, ndaj na tjerë që jemi qytetarë të pafajshëm të Republikës Kosovës, dhe nuk i nishim, domethënë, dhe ata valla arritën bën më të mirën e mundshme të tyre dhe ju lumë, që me thonë tjetër. Kanë marrë do paret mira, në këthyn shpe dhe ajtë.
Na ka mbet ky çifti prej orës 22:07 korrekt, gjithashtu Zvicër-Kolumbi. Kemi një Zvicër që po udhëhiqet nga Granit Xhaka, Ardonja Shari po është pjesë e zvicranëve. Shari pak po lun. Po, nuk është se ka pas shumë hapësirë dhe një Kolumbi e cila sikur në hije ka qenë njëra prej ekipeve që realisht po ashtu ka bindur shumë. Ty të kujtohet doja me Portokalin çfarë lojë ka qenë. Lojë më interesante është mëkat, madje mëkat që nuk ka realizuar fitore e Kolumbia që realizoi një fitore një gol i cili më pastaj u anulua. Po. Zvicër Kolumbi me gjithë dëshirën, po dje mora vesh që Xhaka definitivisht po shkon në Chelsea. Po. Shtu lexova, se u gëzova që po shkon në Chelsea, mendova që do të shkoj. Edhe u gëzova. Para kohë jemi gëzuar. Me Alonson, sepse Alonso kishte pas dëshirë shumë që të shkoj, të nënshkruaj ky Graniti për Chelsea. Ky është lojtari i madh. Granit Xhaka është lojtari i madh. On sipas meje është shqiptari më i suksesshëm futbollist, futbollist shqiptar më i suksesshëm gjertani. Ai ka qenë edhe kapiteni i Arsenalit, është kapiteni i Sunderlandit, kapiteni i Zvicrës, është lider, është pak nervoz, po është normale, pastaj ka karakterin. 32-3 vjet, është normale e punë, domethënë. Zvicra Kolumbia vllai si barabart, po për hatrin ton, pra le të fitoj Zvicra, se për ndryshe edhe Kolumbia është ekip reprezentacion shumë i mirë dhe ka simpatizues të shkëlqyshëm, domethënë edhe nuk i dihet, po megjithatë pak do të njansa, edhe 1-0, 2-1. Ka qenë një trajner ndjes pas Miroslav Ciro Blažević që është kroat, i cili ka qenë edhe një gjysmë sezone në Prishtinë dhe shpëtoi në sezonën e dytë të Prishtinës në ligë federative. Ai thoshte 1-0, 2-1, shënohen 3 pikë atë dhe u kry. Kështu që pak më shumë jap gjatë sa Zvicrës në këtë rast. Mund është më shkruaj prognozën edhe më pyet mandej. Po, okay, jo, i kemi edhe emisionin faktikisht që nuk ka se si tikim nga kjo pjesa për të mësuar se ku ka qenë parashikimi i Mentor Mlipës në të vërtetë në këto ndeshjet e tjera të vlefshme për një të tetën e finales që do të luhen nga sot. Kemi ndru rolet sot, unë gjithë marr ty në emisionet e mia që spriton ti asnjëherë. Po tash edhe duke u nisur nga fakti që ju jeni një prej atyre përcjellësve që edhe në orët e hershme të mëngjesit zgjoheni. Ama se kam përcjell prej sodit. Jo, është vite shumë. Na i hupshim mësimin, më shku me ngu Prishtinën. Pa, kështu që po tradita po vazhdon. Mentor, është e pashmangshme që të mos flasim pak edhe për formën individuale të futbollistëve në për kombëtarët në për të cilat po paraqiten. Kylian Mbappé i Francës vazhdon në shkëlqimin e tij, ka 7 gola ashtu siç edhe Lionel Messi ka 7 gola deri më tani në këtë kampionat botror. 5 ka Haaland i Norvegjisë. Pas lujtën i loja, i farë, në lojën e tretë së shtinit. Po, ishte trajneri që bëri shumë ndryshime, madje luajti me formacion tjetër ndaj Francës. Po, se me siguri kishte dhënë kjo dhe ndonjë gol, se ky është i jashtëzakonshëm Hollandi. Edhe Harry Kane po ashtu ka 5 gola që po heq tash me Meksikën. Po. Kush po mendon se do të mund ta fiton tek Pucën e Artë? Pucën e Artë për gola më shumë të ja. Messi nëse kualifikohet Argentina, gjithsesi. Edhe pse se dia të befasoj ty edhe Dembele në hat-trickun që e pati atë natë, domethënë që ishte interesant. Në lojën e dytë më duket të Francës, gjiron e dytë atë tretë, ha? Po. Edhe Franca thash atëherë kasi, jo, Mbappé, Messi, Hollandi s'ka 6 se 5, nuk e di. Besoj se Messi megjithatë. Besoj se Messi megjithatë. Të shohim çfarë do ndodh, se keni plak topi rrumullak, që jena në rregull, atë nuk i dihet. Po është kënaqësi e madhe, mendoj se këtë verë ka fresku edhe ka fundit i qysh fatës mëdhimet kur shkon kampionati. Gjithë kjo ngjarje, domethënë që ka filluar herët me 11 qershor, tash me 19 korrekt do të mbaroj. Një me gjatë kështu në shikim të parë, po na që e dojmë sportin as ngopemi kurrë. Po si vjet futbollistët për liga do të kenë pushim mjaft pak. Kjo është interesant. Si tifoz, me që në fillim të intervistës të cilën nisëm drejt për drejt këtu në studion e RTK Radios, ku jemi live duke shkuar në Radio Kosova 1 për në të njëjtën kohë edhe në rrjetin tonë social Facebook. S'kam tash ekip favorit. Jo. Si po duket ky kampionat botror i futbollit që për herë të parë po mbahet me 48 kombëtare?
E para është interesant që përmbahet në 3 shtete. Po. Dhe është kënaqësi kur ne përcjellim futboll ose kur gjatë ditës shohim lajme për lufte, për aseje, për kthye ajo ngushtica e Hormuzit, e bisedimet, e moszgjedhja e presidentit të Kosovës, ajo e kjo e zgjedhje, thet tash, kjo është kënaqësi e jashtëzakonshme. Domethënë e para në 3 shtete që është. Çka ka bërë me të veçantë? Që kjo në 3 shtete dhe 48, se nuk them, po s'di që më ka tekstet, 48 reprezentacione. Vjen keq si mua, si gjithëve që s'është Kosova, sepse unë prapë qëndroj në atë bindje që e thash atë natë kur ishte kjo në transmetim Tim Edmondin në lojën me Turqinë, unë mendoj se ky grup do të ishte i kalueshëm për Kosovën. Po flas po të ishte në vend Turqisë, po të kvalifikohej. Kjo, domethënë, është ajo që na brengos të gjithëve, më befasoj për të mirë djelmoshat e ri të Bosnës, të cilët u eliminuan, po kanë luajtur, nuk janë korrit. Domethënë, mosha e tyre shumë e re, pos Edin Dzekos që edhe ky e përfundoi me sa i përket kampionateve, se i ka 40 vjet dhe ka histori të mëdha të klubeve të ndryshme dhe e udhëhoqi Bosnën si kapiten me selektorin që asnjëherë nuk e hek tha setrën, këmishën dhe kollarën a kravatën e tij edhe natë nxehtë, domethënë. Të veçantë bën edhe kjo pauza e hidratimit lojtarëve, ka 3 minuta në çdo pjesë. Edhe çka po thonë reporterët, çka po lexojmë ne në përbot, referimi sidomos i pjesës jo evropiane nuk është bindës, i referve jashtë Evropës nuk është bindës. Po bëjnë tha gabimet ndaja, edhe kompetencat e VAR-it, edhe disa ndryshime që janë interesante që kanë ndodhur, domethënë, si vjet në këtë kampionat. Nuk e di fatos, ju e dini më mirë, a do të zbatohen këto ndryshime edhe në liga pastaj në Evropë kështu me radhë, po janë interesant për dinamizimin e lojës. Absolutisht. Mentor, unë të falenderoj shumë për zemërsisht që ndove kohë me neve në këtë emision special kushtuar kampionatit botror të futbollit, sepse keni qenë në pushim, keni pas shumë angazhime me publikimin e albumit. Jo, bre, se një jem të i publiku, domethënë kur gjithë s'kesh të boj, erdha u knaqa këto, edhe kur nuk kanë kohëm që jemi lodh me këngë se këto e kemi për qef, edhe punën në radio e kemi për qef, dhe u knaqa në këtë emision me miqtë e mi, me shokët e mi të vjetër, domethënë që i takova, edhe ty, natyrisht, dhe faleminderit për këtë kënaqësi këtu që ma ofruat sot. Shpresoj se s'kam folë shumë, e di që kam folë shumë, po ja kam marrë fatosit, po misafiri gjithmonë e ka fjalën më shumë, prandaj në rregull. Absolutisht. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit i them edhe një herë mentor Mlipës, kolegut tonë, këngëtarit të njohur, i cili së fundi ka publikuar edhe albumin me të cilin faktikisht biseduam që paros orës 13:10 me këtë emisionin special në RTK Radio, por në të njëjtën kohë edhe në rrjetin tonë social Facebook për ngjarjen më të madhe, pra Kupën e Botës në futboll që po mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Ka sa i përket me mentorin, nga se ne pas pak do të zhvendosemi dhe do të shkojmë në një studio tjetër atë qendrore për të realizuar dhe një intervistë tjetër të cilën po ashtu e kemi paralajmëruar, e të cilën do ta realizojmë me ish përzgjedhësin e përfaqësuesit së Kosovës në futboll Albert Bunjaku. Andaj pas pak juve që dëshironi të dëgjoni më të rejat nga Albert Bunjaku që ndodhet në Suedi, e cili po ashtu është pjesë e një skuadre suedeze atje, pas pak në RTK Radio ose nëpërmjet frekuencave 95.7, 91.9. Është në vazhdim një këngë, më pastaj rikthehemi.